Të dhënat e para të plota për vitin 2012 konfirmuan një sistem bankar përgjithsisht të shëndetshëm dhe fitimprurës, sipas rezultateve të paaudituara të publikuara nga Shoqata Shqiptare e Bankave. Nga 16 banka gjithsej, 13 prej tyre mbyllën vitin me fitim. Në vitin 2011, vetëm 11 banka kishin raportuar rezultat financiar pozitiv. Ndaj, rritja e numrit të bankave fitimprurëse është një zhvillim që tregon më shumë siguri dhe stabilitet për sistemin. Gjithashtu, muaji dhjetor solli edhe një përmirësim të treguesit të kredive me probleme, që ra në 22.5%, ndërkohë që gjatë vitit kishte arritur në 23%. Megjithatë, për shumicën e bankave fitimet ishin më të ulta se në vitin 2011, çka tregon se mjedisi financiar vazhdon të jetë i vështirë dhe sfidues. Sistemi bankar sidoqoftë ruajti qëndrueshmërinë dhe treguesi më i rëndësishëm, ai mjaftueshmërisë së kapitalit u rrit më tej në 16.2%. Kriza nuk ka penguar planet e zgjerimit të rrjetit të degëve dhe agjensive, sipas të dhënave nga Shoqata e Bankave. Numri i degëve dhe agjensive në fund të vitit 2012 ishte 556, 5 më shumë krahasuar me vitin 2011. Ka vazhduar gjithashtu edhe zgjerimi i stafeve, ndonse me ritme më të përmbajtura. Numri të punësuarve në sektorin bankar në fund të vitit 2012 arriti në 6.737, me një rritje prej 0.6% ndaj vitit të kaluar. Banka Raiffeisen raportoi për vitin 2012 një rezultat financiar pozitiv në vlerën e 5.2 miliard lekëve. Ndonse banka më e madhe në vend vazhdon të sigurojë fitime të larta, viti 2012 solli një rënje me 25% kundrejt vitit paraardhës. Ashtu si pjesa tjetër e sistemit bankar, edhe Raiffeisen u përball me një përqindje të lartë të kredive me probleme. Gjithashtu, këtë vit banka ndoqi një politikë më konservatore në kreditim dhe në investime, për shkak të kufizimeve të vendosura nga Banka M. Portofoli i kredisë u rrit me vetëm 0.7%, ndërsa portofoli i investimeve në bono dhe obligacionet e qeverisë shqiptare u tkurr. Këta faktorë duket janë reflektuar në ulje të rezultatit financiar të bankës, por që gjithsesi ngelet mjaft i lartë duke pasur parasysh situatën e përgjithshme ekonomike. Me një fitim ndjeshëm më të ulët krahasuar me vitin 2011, mbylli vitin edhe banka Intesa Sanpaolo. Ajo raportoi një fitim në vlerën e afro 800 milion lekëve, me rënje vjetore për rreth 68%. Edhe banka Intesa Sanpaolo ndoqi këtë vit një strategji të kujdesshme, duke mos rritur portofolin e kredisë. Puna u përqendrua kryesisht në menaxhimin e kredive me probleme dhe në riorganizimin e bankës, pas ardhjes së drejtorit të ri të përgjithshëm Alexander Resh. Banka e katërt më e madhe në vend, Tirana Bank, mbylli vitin me një fitim modest prej 47 milion lekësh, ndërkohë që një vit më parë fitimi kishte qenë mbi 1.2 miliard lekë. Banka Shqiptare e grupit të Pirellët po përballet me një nivel të lartë i kredive me probleme, çka ka kurrëzuar edhe një qendrim mjaft të tërhequr në kreditim. Nga ana tjetër, investimet në letra borxhi janë rritur lehtë, duke kompensuar pjesërisht politikën konservatore në kreditim. Për Tirana Bank, viti 2012 ka qenë tranzitor në kuptimin e menaxhimit. Jorgos Haralampakis u thirr për një periudhë të shkurtër për të vendosur në rrugën e zgjidhjes problemet e lëna nga ish-drejtori Dimitris Santiksis. Në fund të vitit 2012, Tirana Bank rifilloi nga e para me një menaxher të ri, Qipriotin Savas Talasinos, që është miratuar zyrtarisht së fundmi edhe nga Banka e Shqipërisë. Credins Bank gjatë vitit 2012 ka konsoliduar vendin e 5 në treg për nga madhësia dhe njëkohësisht ka arritur një fitim prej 645 milion lekësh. Ndonse nuk ka arritur të përsërisë fitimin rekord të vitit 2011, Credins ka vazhduar të jetë mjaft aktive në kreditim, duke pasur njëkohësisht një nivel relativisht të ulët të kredive me probleme. Për vitin 2012, Credins u bë banka e tretë më e madhe kredituese e ekonomisë, ndërkohë që për nga vlera totale e aseteve ishte afruar shumë vendit të katërt që mbahet nga Tirana Bank. Alfa Bank ka arritur të kthejë pozitiv rezultatin financiar për vitin 2012. Ndërkohë që viti 2011 ishte mbyllur me një humbje prej 630 milion lekësh, për vitin 2012 Alfa raportoi fitim në vlerën e 73 milion lekëve. Edhe Alfa Bank gjatë vitit 2012 ka kryer ndryshime të rëndësishme në menaxhim. Drejtori vendor Andreas Galatulas u largua pas 10 vjetësh dhe në vend të tij u emërua Periklis Drukas, çka është shoqëruar me një riorganizim të bankës. Kthimi i rezultatit financiar në vlera pozitive tregon se trajektoria e kredive me probleme është më e qëndrueshme krahasuar me një vit më parë. Banka Societe Generale vazhdoi performancën pozitive edhe gjatë vitit 2012, duke realizuar një fitim prej 393 milion lekësh, me një rritje prej afro 17% krahasuar me vitin 2011. Societe Generale ka qenë gjithashtu ndër ato banka që kanë rritur portofolin e kredisë në vlera dyshifrore, duke ulur njëkohësisht përqindjen e kredive me probleme. Menaxhimi i grupit francez ka rezultuar më në fund i efektshëm për të rimëkëmbur ish Bankën Popullore dhe për të vendosur në rrugën e zgjidhjes problemet e trashëguara.
Banka tjetër e rëndësishme greke, NBG Bank, raportoi një rezultat financiar pozitiv për të dytin vit radhazi, ndonse me një rënje prej rreth 67%. Gjatë vitit 2012, NBG është treguar më e kujdesshme, duke ulur kreditimin dhe duke rritur investimet në titujt e borxhit. Bankat greke duke se gradualisht po e kalojnë momentin delikat të shkaktuar nga keqësimi i mjedisit të brendshëm, por edhe nga vështirësitë me të cilat u përballën bankat mëmë në Greqi. Edhe ProCredit Bank zhvilloi aktivitet fitimprurës gjatë vitit të kaluar, me një rezultat financiar pozitiv në vlerën e 60 milion lekëve. Megjithatë, fitimi u tkur me 79% krahasuar me vitin 2011. Edhe ProCredit përfshihet në grupin e bankave që për vitin e kaluar mbajtën një qendrim të kujdesshëm, pas zgjerim të portofolit të kredisë. Ish Banka Emporiki, tashmë Kredi Agricole, mbylli një tjetër vit të vështirë me një humbje të konsiderueshme prej 693 milion lekësh. Gjithsesi humbjet ishin më të ulta me 16% krahasuar me vitin 2011. Banka ka hyrë në një fazë tranzicioni pas shkëputjes nga Banka Emporiki dhe kalimi në pronësinë direkte të grupit francez Kredi Agricole. Grupi francez hoqi dorë nga banka mëmë në Greqi, por vendosi të mbajë degët e saj në Ballkan. Ndryshimi preku edhe menaxhimin e bankës. Drejtori historik Jorgo Karakostas u zvendësua nga francezi Luc Besson, njeri i grupit Kredi Agricole. Banka tjetër me kapital shqiptar, Union Bank, e mbylli pozitivisht edhe vitin 2012, sipas rezultateve të paaudituara. Fitimi kishte vlerën e 48 milion lekëve, me një rënje prej rreth 63% krahasuar me vitin 2011. Union Bank ka vazhduar rritjen graduale dhe të qëndrueshme, tipike për këtë bankë në vitet e fundit. Rritja ka ardhur fal një zgjerimi të njëkohshëm të ekspozimit si në kredin për sektorin privat, ashtu edhe në bonot dhe obligacionet e qeverisë shqiptare. Për vitin 2012, stoku i kredisë u rrit me 17%, ndërsa portofoli titujve të borxhit u rrit me 40%. Veneto Banka regjistroi të dytin vit pozitiv radhazi. Për vitin 2012, rezultati financiar ishte me fitim në vlerën e 86 milion lekëve, me një rritje prej 90% krahasuar me vitin e mëparshëm. Veneto ishte një ndër bankat më aktive në kreditim dhe rriti portofolin e saj me mbi 24%. Një tjetër aktor mjaft agresiv në treg për vitin 2012 ishte FiBank. Banka bullgare arriti ta kthente rezultatin financiar në pozitiv dhe mbylli vitin me një fitim prej afro 100 milion lekësh. FiBank gjithashtu regjistroi edhe rritjen më të lartë të portofolit të kredisë për vitin 2012, me afro 44%. Ndonse në një periudhë krize, FiBank ka realizuar rezultatet më të mira që nga nisi aktivitetit në Shqipëri, ashtu si edhe disa banka të tjera të vogla. Kjo dëshmon se kriza sjell probleme për disa, por edhe shanse për disa të tjerë. Banka e fundit që mbylli vitin 2012 me fitim ishte Banka Ndërkombëtare Tregtare. Banka me kapital malajzian arriti rezultat pozitiv për të dytin vit radhazi, ndonse me një rënje vjetore prej 17%. Edhe Banka Ndërkombëtare Tregtare vitin e kaluar ndërmori një rokad në menaxhim dhe indiani Mahindra Singh Rawat ja la vendin holandezit Gideon van den Broek. Ndonse ka një portofol kredie në vlera relativisht të ulta. Edhe Banka Ndërkombëtare Tregtare për vitin 2012 realizoi një rritje agresive të huadhënies me rreth 26%. Viti 2012 ka qenë sërish negativ për Bankën e Kreditit të Shqipërisë, që i thelloi humbjet me afro 3 herë krahasuar me vitin 2011. Banka e vogël e grupit kuvajtian Al Kharafi regjistroi humbje në vlerën e 88 milion lekëve. E vetmja bankë që nuk i ka publikuar rezultatet financiare për 2 vitet e fundit është Banka e Bashkuar e Shqipërisë. Banka që tashmë kontrollohet nga Banka Islamike për Zhvillim, gjithsesi zë një pjesë mjaft të vogël në tregun bankar.